Udhëheqësit fetar në Maqedoninë e Veriut nënshkruan deklaratë të përbashkët kundër ekstremizmit të dhunshëm dhe përballjen me këtë dukuri. Sipas tyre, bashkësitë fetare janë ndër aktorët kryesor në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm, pasi prania dhe aktivitetet e tyre me qytetarët mund të jenë të dobishme. Kryetari i Bashkësisë Fetare Islame, Shaqir Fetahu, tha se në të gjitha xhamit në vend janë nën kontroll të BFI-s. Ai komentoi edhe aksionet e fundit të Ministrisë së Punëve të Brendshme kundër ekstremizmit. Për paraqitjet e tilla, siç thatë në Gostivar dhe në vende të tjera, ne nuk kishim dieni, sepse ata nuk ishin as punëtor fetar e as profesional ose punëtor të kualifikuar fetar. Është mirë që shteti i ka vërejtur paraqitjet e tilla dhe sigurisht ka marrë masa. Me ardhjen time në BFI, disa xhami që ishin jashtë BFI-s janë kthyer në BFI me vendim dhe nga ai moment veprojnë sipas rregullave të BFI-s dhe nuk kemi asnjë problem në të, tha Shaqir Fetahu, kryetari i Bashkësisë Fetare Islame. Firmosja deklaratës së përbashkët të liderëve fetar në vend kundër ekstremizmit të dhunshëm u organizua nga Qendra për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Komisioni për Marrëdhënie me Bashkësitë Fetare. Arsyeja është forcimi i përpjekjeve për parandalimin dhe luftimin e ekstremizmit të dhunshëm, si dhe forcimin e bashkësive fetare.